me që e përmende këtë pjesë, është e rëndësishme kur rinë me prind kohëve të fundit ndëgjon që sa ma shumë që ja u plotëson dëshira dhe kërkesat fëmijëve, aq më pak ju lën përshtypje realizimi i tyre. Se po ndodh kjo me rinin tonë Antigone? Ja hupëm lezetin, në fakt po ndodh me neve si prind. Edhe me neve. Ma shumë se sa me fëmijët, për shkak se jemi bo pak ma të përkushtuar në kuptimin po dojmë me i mbrojt prej qëtë shkafit, overprotected, se s'pe gjej fjallën. Që i mbrojmë ma shumë se sa që duhet fëmijët. Më thënë, fëmijët na duhet me i rritë dhe me i leju ata me njoh forcat e veta. Kur ata sfidohen, për shembull nëse marrim një fëmijë që ka fillu me ecë. Nëse prindi është gjithmonë aty tu ja marrë dorën, në gjasat që ai më mësu me ecë, vet i pavarur njën ma të vogla se gjithmonë kanë atë nevojë më mbështetë dikush. Po nëse prindi është aty, i thot bravo, e motivon, hajde sa mirë ja dole, edhe kur xohet thot bravo, s'ka dert, hajde ngritu prap, e motivon me u ngrit prap, do ai fëmijë ka mundësi me i besu ma shumë vetës, me njoh ma shumë aftësitë e veta dhe mu qenë kamët e veta me hecë dhe ka me qenë ma i fortë. Tash njëjtë po ndodh edhe gjatë rritjes, fazave tjera të rritjes. Çka bëjmë? Na i çojmë fëmijët në shkollë. E kuptoj ndonjëherë është largësia e shkollës, Prishtina për shembull është më e ngarkuar, po edhe në përfshatra ku e kanë shkollën shumë afër, po i shohin nanat që gjithmonë po përcjellin prind për fëmijët në shkollë. Më thonë, çka po tentojmë është një ankth i joni si prind që diçka e keqe ka më ndodh fëmijëve dhe na ju kemi lyp mrapa. Fillojmë me marr frymë. Kur ata luajmë në park, na jemi ul aty dhe jemi të i pa, të prit, çka po ndodh, më sportzohen ata. Kanë mu rxu, kanë mu vra, kanë mu lëndu. Na kemi me kujdes pastaj. Do të thonë, mos t'i mbysim me kujdesen e tepërt, po le t'i lajmë fëmijët le të marrin frymë, le të ndjejnë edhe ata pavarësinë e vet, sepse kështu ata kanë më të rritën ma të pavarur e kanë me besu ma shumë të vetja. E njëjta po ndodh edhe me këtë plotësimin e kërkesave. Do të thonë, çka do që ata kërkojnë, na jemi aty me ja plotësu. Dhe ata nuk e kanë më atë sensin që mundesh mos me pas diçka, mundesh me vujt derisa të arrish një qëllim në jetë. Diçka ndodh jeta pasi s'na kanë ata mo neve si prind, kur ata duhet jetojnë pavarur, ata kanë mi realizu vetë kërkesat për vetën e vetë. E sa të afti kemi bona, kur na gjithmonë javë kemi dhënë të gatshme. Ka me pas dëshprime, s'ka me pas durim, s'ka me pas vetë besim, ata s'ka me mendu që s'din mi adal vetë, për shkak se po mungon tash heroi. Edhe është edhe ajo faza kur shkputet, qysh ndodh që ke shkputja pi prindit, u shpëtëm kërë martune, tash kanë me jetu të pavarën, ose ndron jetë fare prindi, sa ata kanë me qenë në gjendi me vazhdu me jetu vetë. Na duhet me punu fort që ata mu rritë, edhe nëse një ditë nuk më kanë mu fëmijët e mi, ata me ditë me u gjinë njëtë. Shumë e vërtet. Madje kjo së bashku me definicionin për rrjetet sociale e kompleton komplet këtë temën tonë të perfeksionit dhe boshllëkut që përjetojmë njëkohësisht personat të cilët e thash edhe më herët janë përmbushur nga aspekti familjar, financiar, por janë të bosh nga aspekti emocional dhe kjo e përmbledh më së miri sepse ne mund t'ja shkaktojmë gjeneratave të reja këtë. Ka lezet, mi thonë, mas një muj ta blej. Po. Çka do që ka kërku diçka fëmijë. Prit se nuk është momenti që tash. Me kuptu edhe fëmija që ka një kohë, ka një kosto, ajo dëshira e ti dhe jo gjithçka servohet aty për aty e gatshme. Sepse kur të rritet ka me qenë mandej i rritur i dëshprum, se nuk përkën me realitetin krejt ajo që ka i është ofru kur ka qenë.